kanë mbetur veç edhe pak ditë deri në festën e ndërimit të motmoteve. Por, anise në disa komuna të vendit, fishek zjarret janë lejuar të përdoren veç me datën 31 dhjetor, për disa orë të njëjtat kanë filluar të ndizen qysh tash. Veç brenda 24 orëve të fundit në kirurgjin plastike në QKUK, 3 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga lëndimet me mjete piroteknike. 2 të mitur, njëri 12 vjeçe, tjetri 14, krahas një të moshuare 62 vjeçare. Më i riu humbi gjysmën e gishtave të dorës, tjetri pacient ka lëndime në fytyrë duar, e në këto gjymtyr e psoi edhe gruaja nga peja. Të gjitha rastet që vinë janë rastet të rënda në specifikat e veta për shkak se siç e cekalla më herët, përveç lëndimeve estetike që mund të përcjellin të jetën si në fytyrë ashtu në ekstremitete apo shoplak të dorës. Brenda këtyre ditëve, numri të lënduarve ka kaluar mbi 10, për çka nga Berisha po konsiderohet brengosëse. Është shqetësuese për shkak se gjithmonë në pakujdesi të eksplodimit të fishek zjarreve, mospraninë e prindit apo të rriturit, fëmijët gjithmonë gjatë eksplodimit shkaktojnë plagë që janë të plagë të hapura, djegje. Ndaj, ky ka një thirrje. Apel që të festojnë dhe të shmangin sa më shumë fishek zjarret. Shkak i këtyre rrethonave, u bë e ditur se natën e ndërimit të motmoteve, kjo klinik funksionon me staf shtesë.